Nga Prishtina e madhe shkojmë te Mitrovica, komuna me një rëndësi vitale për Republikën e Kosovës, ku ne kemi një plan të gjerë zhvillimor. Me kryetarin e ri Faton Pecin, i cili ka qenë një ministër i shkëlqyer dhe deputet shumë i votuar, jam dakorduar që me prioritet e pavonuar të ndërtojmë në Mitrovic impjantin për trajtimin e ujrave të zeza, kapacitetet për trajtimin dhe menaxhimin e mbeturinave, si dhe rregullimin e pastrimin e shtratit të lumejve Sitnic e Ibër. Mitrovicën e duam dhe do ta bëjmë të pastër si loti, të përshtatshme edhe për turizëm e për sporte të natyrës. Veç kësaj, dashur Mitrovicës, prioritet i imi, bashkë me kryetarin Faton Peci, është edhe ndërtimi i spitalit të ri të qytetit Mitrovic, një qendër shëndetësore multifunksionale e moderne, e cila do të shërbej pacientëve Mitrovicës dhe komunave përreth. E diun fort mirë se ka investime e interesime për bllokim e prapambetje të Mitrovicës, por Mitrovicën do ta pastrojmë e do ta zhvillojmë me mjedis, shëndetësi, arsim, punësim, kulturë e mirëqenie. Mitrovica nuk është cep i Kosovës, Mitrovica është zemra e Kosovës, andaj ju ftoj ta votoni njeriu e dëshmuar për punë e për suksese, birin e komunës suaj, e vllajën tuaj, Faton Pecin, të cilën e ftoj që ta merr fjalën. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma të gjithëve, e mirë se gjejmë njëri tjetrin në Prishtinë, nderuar kryeministër, koleg nga qeveria vendi, aktivist dhe gjithë ju të pranishëm. Mitrovica është sinonim i qëndresës. Mitrovica është sinonim i qëndresës dhe rezistencës. Edhe në këtë proces zgjedhor, Mitrovica është qytet dhe vatër e qendresës dhe edhe këtë proces zgjedhor ka tregu se nuk thyhet. Nuk thyhet nga propaganda, nuk thyhet nga veprimet e përbashkëta kriminale që struktura dhe çështjet caktuara e adresojmë. Ne ju përshëndesim këtu në Prishtinë në emër qytetarëve të Mitrovicës, që për më shumë se 20 vite ka qenë simbol i ndarjes, simbol i problemeve dhe i mos zhvillimit. Ne sot vim nga Mitrovica këtu në Prishtinë për të thonë se Mitrovica është më shumë se asnjëherë më parë e zhvilluar dhe e bashkuar fal qeverisjes drejtuar nga kryeministri Albin Kurti. Fuqata zgjedhore në Mitrovic ishte më e ashpra se sa në secilën komunë të Republikës Kosovës. Kjo për faktin për shkak se këtu përballen dy koncepte të cilat luftojnë për pjesën e trashëgimisë politike. Koncepti politik në të cilën disa kanë krijuar bloqe edhe nivel nacional e lokal e që kanë për synim që të rikthehen tek pjesa e ndarjes së Mitrovicës në lumin Ibër. Dhe koncepti ynë i cili e ka bë bashk Mitrovicën, e ka bë bashk gjithë Kosovën dhe e ka zhvillu Mitrovicën dhe lumi Ibër nuk është më lumi i cili e ndan Mitrovicën dhe Kosovën. Fal mbështetjes së qeverisë është kthyer vëmendja në Mitrovic dhe në gjithë veriun e Kosovës. Kjo vëmendje dhe ky angazhim dhe rezultatet e jashtëzakonshme që kemi arritur si qeveri, ne synojmë që në fazën e ardhshme që të bashkangjesim edhe me një qeverisje të mirë në nivelin komunal, një qeverisje e cila nuk bën ankesa, po bën kërkesa tek kryeministri Kurti dhe gjithë ju ministra të dashur. E rrjedhimisht ne jemi të angazhuar dhe të përkushtuar për të instalu një qeverisje në funksion të qytetarit të Republikës në komunën e Mitrovicës edhe nga në rrafshin lokal. Funksion kësaj
ne do të ndërtojmë një numër të konsiderueshëm të qerdhëve, për shkak se fatkeqësia është që Mitrovica është komuna që për 5 vite ka ndërtu vetëm një qerdhje si rezultat i mungesës së qasjes proaktive, vizionit dhe dashnisë për qytetin edhe vendin. Ne do të ofrojmë shërbime shëndetësore, cilësore, duke filluar nga mbështetja qeveritare për ndërtimin e spitalit, sikurse do të ngrisim kapacitetet edhe në aspektin e shërbimeve shëndetësore në sistemin primar shëndetësor. Punësimi është një problem më i madh në Mitrovicë, të cilën do të adresojmë posaçërisht për gjeneratat e reja, duke nda fond fillimisht nga komuna, në të cilën do të negociojmë bashkë me programet qeveritare dhe fondet ndërkombëtare. Në aspektin ambiental, qyteti Mitrovicës fatkeqësisht është qyteti me problemet më të mëdha për shkak edhe të trashëgimisë dhe mbetjeve industriale, po dhe faktorëve të tjerë, e ne kemi zotimin e qeverisë, kryeministit Albin Kurti, që do të adresojmë edhe çështën e impjantit të trajtimit të ujërave të zeza, po edhe njëkohësisht ne do të angazhohemi edhe për gjelbrim, edhe për pastërti, edhe për investim. Zona e Shalës, që ka bukuri të jashtëzakonshme, do të jetë në fokus të investimeve, të agroturizmit dhe ekoturizmit, dhe në funksion kësaj, gjithë kjo do të ketë ndërlidhje edhe me aspektet arkeologjike dhe të trashëgimisë të jashtëzakonshme që kjo zonë ka. Sikurse në nivel të qeverisë që kanë qenë jashtëzakonisht i përkushtuar për t'i bërë shërbim fermerit, me të njëjtin përkushtim dhe angazhim do t'jem në shërbim të Mitrovicës, për shkak se ja kam borxh edhe për shkak se du me i bë shërbim me nder, me përkushtim edhe me angazhim. Bashk do ja dalim, të tjerët kanë kriju bloqe, ne jemi bashk për Mitrovicën, e kemi bashku Mitrovicën dhe do ta zhvillojmë Mitrovicën. Ju falenderoj shumë.